Të nderuar teleshikues të televizionit Alpo, ju përshëndes dhe ju ftojnë të ndiqni edicionin informativ. Do ta nisim këtë edicion informativ me rreshjet e dendura të shiut, të cilat kanë rënë gjatë mesnatës së mbrëmshme. Këto kanë sjellë problemet e para në rrethin e Gjirokastrës, nga ku në fshatin Valare, dy familje janë përmbytur nga vërshimi i ujrave, i cili ka nxjerrë jashtë funksionit mjaft pajisje elektroshtëpiake. Dy banesa në fshatin Valare janë përmbytur mesnatën e sotme duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Shirat e rrëmbyeshëm për gjatë 24 orëve të fundit kanë sjellë anomali të theksuar në fshatin Fushor, rreth 5 kilometra në lindje të qytetit të Gjirokastrës. Kanali i kullimit të ujrave të bardha ka rritur nivelin e prurjeve nga kodra e Shëntriadhës, çka është përcjell direkt në godinën 2 katësh, aty ku banojnë familjet Goçi dhe Shehu. Pronarët e këtyre banesave përdese rrëfejnë ngjarjen e cila u ka shkaktuar atyre dëme të konsiderueshme në orën ditë shtëpiake. Ka ardhur lumi këte në lumi, blokoi urën edhe ja hipi për sipër. Ujë. Ju ka ndodhur më herë të tjera? Jo. Vinte uji atje jashtë. Radhën e parë po e hapi ai kryetari i komunës urën. Po ora shi më shumë tani e bllokoi prapë. Po mbytë. Akoma ku do mbytemi? Rruga është. Po jo të bëjmë shiu, po shiu ka njerëz, ka të bllokojt e pa njerë, 2 herë, 3 herë. Shtë themi, kotë, më themi, shiu që që doli kohë, ka latrin e për jashtë aldhjena kazene dhe kotë, shtë themi. Ja, erdi ura, shiu që që në shkojnë në njeri, ma vëri të kemë bjetur, shiu që zoti, pa. Nga ana e vetë komunës Lundxhëri, përmes kryetarit të saj ka premtuar mbështetje financiare për rastin në fjalë. Unë personalisht me të marrësh ngjarje mbrëm, në 12-10 minuta ka marrë në ngjarje. E pash është një fatkeqësi natyrore, pas atij shtrëngatet shiu i qira, siç e shikoni, ka dalë proj, ka bllokuar tombinët dhe uji arriti që përmbyti këto 3 familje që siç shikoni njëra prej tyre është më në rrezik. Menjëherë ne do të marrim masa, do të ngrem grupin e punës për të vlerësuar dëmet materiale të këtyre familjeve. Do të bëjmë pastrimin e tombinëve dhe do të normalizojmë gjendjen sa më shpejt. Kuptoj, do të jemi gjithmonë pranë këtyre familjeve, dëmi do të shpërblehet, nuk diskutohet, sado që të jetë, dhe këto janë fatkeqësi natyrore, kuptohet që ndodhin kudo. Ne jemi shumë të shqetësuar, si shikoni gjithë stafi i komunës është sot këtu në ngjarje dhe do të stabilizojmë situatën sa më shpejt. Ndërkaq, shtabi i emergjencave civile në prefekturën e Gjirokastrës po analizon situatën në terren, duke verifikuar edhe pasojat konkrete. Për krijuar emergjencave civile në institucionin e prefektit të Gjirokastrës, përmbytja e 2 banesave ka ardhur si pasojë e bllokimit të tombinove në rrjetin e ujrave të bardha pranë rrugës kryesore. Si shtatet ju, vërtet që gjatë 24 orëve të fundit ka ardhur një sasi e madhe rreshë shiu. Kjo për efekt edhe të periudhës që jemi, priten, janë gjëra që priten, ajo që nuk mund t'i falet drejtuesve të komunitetit në zonë është mosmarrja e masave e shkarkuesve të ujrave. Dhe më konkretisht me qenë Valare, kjo që ka ndodhur këtu është thjesht si rezultati pa kujdesisë në mbajtjen nga dëshmëritë të shkarkuesve të ujrave. Gjithsesi, me ndërhyrjen urgjente të mbrëmshme të forcave të policisë dhe të zjarrfikseve të prefekturës, u bë mundur që të evitoheshin pasoja ekstreme dhe të ketë vetëm një sasi të konsiderueshme dëme materiale. Në 24 orët e fundit në Gjirokastër, rreshjet kanë krijuar probleme përveç se në fshatin Valare dhe në fshatat e tjera të qarkut, ku më problematike situata paraqitet në aksin rural Tepelen-Kurvelesh, ku në afërsi të fshatit Bënç, masivet e dherave kanë bllokuar rrugën duke sjellë izolimin e 5 fshatrave. Probleme ka pasur dhe në aksin rrugor Gjirokastër-Tepelen, ku në vendin e quajtur Shkalla e Zezë ka rrëshqitur një masiv dhe u i cili ka bllokuar aksin rrugor, duke e bërë kalimin e automjeteve vetëm në një anë. Qarkullimi në rrugën nacionale Gjirokastër-Tepelen vijon të mbetet problematik në disa pika të këtij aksi, konkretisht në zonën e quajtur Shkalla e Zezë dhe uji i ftohtë. Rrëshqitet e dheut janë ende prezente duke vështirësuar së tepërmi qarkullimin në këtë aks rrugor. Aktualisht rruga është e hapur vetëm me një kalim, duke krijuar një radhë të gjatë automjetesh. Ky aks rrugor, më kryesor i jugut të Shqipërisë, tashmë është kthyer në një shqetësim për kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve. Pas rreshjeve të rëna, rreziku i rrëshqitjes së dherave mbetet ende një kërcënim për bllokimin e rrugës. Që për ndërtimin e autostradës në këtë aks nuk janë marrë masa konkrete për të bërë të mundur
zgjidhjen e këtij problemi që shqetëson të gjithë kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve, edhe pse është folur shpeshherë për devijim të rrugës, ende nuk është bërë asnjë ndërhyrje. Spiro Diamanti është vendosur në krye të drejtorisë pyjore në qarkun Gjirokastër. Në një intervistë dhënë për Alpo Televizion, ai ka shprehur angazhimet, por edhe kushtet e papërshtatshme për të kryer një punë sa më efikase, pasi ambientet e brendshme lënë mjaft për të dëshiruar. Spiro Diamanti është emëruar në drejtorinë pyjore. Në këtë drejtori qeveria i ka besuar Diamantit këtë post, duke marrë parasysh shkollimin dhe punët e kryera në gjithë këto vite. I diplomuar në vitin 1990 në Universitetin e Tiranës në degën Inxhinieri Hidroteknike, për rreth një vit pasi ka kryer studimet për shkak të rezultateve të shkëlqyera në universitet, punoi për rreth një vit si pedagog në Universitetin e Tiranës. Për më shumë se 10 vjet, Diamanti ka mbajtur postin e shefit të urbanistikës në Dropullin e Poshtëm. Por ditën e sotme ne kemi shkuar pranë drejtorisë pyjore, ndërkohë që zoti Diamanti u shpreh se në këtë javë të parë të punës së tij ka çuar në prokurori rreth 5 çështje të cilat kishin mbetur pa u zgjidhur. Ambientet e kësaj drejtorie vit pas viti janë përmbytur dhe ditën e sotme kishte ndodhur po njëjta gjë. Ndërkohë që në këto ambiente dhe këtë situatë është shumë e vështirë të punohet, ne ka theksuar Diamanti do t'i dërgojmë një letër ministrisë mbi situatën me qëllim që kjo gjendje të ndryshojë. Gjendja, sidomos për sa i përket prerjes së truve, për druzjarin më shumë, në pyjet e rrethit ton, sepse drejtoria është drejtoria e rrethit Gjirokastër, drejtoria e shërbimit pyjor, është e vështirë dhe sidomos tani në këtë periudhën e dimrit, që njerëzit me të gjitha mënyrat përpiqen të përfitojnë dru për të ngrohur, është e vështirë domethënë. Tani, përsa i përket sipërfaqeve, se njerëzit duhet të dinë edhe kush është pronari këtyre sipërfaqeve pyjore ose të kullotave. Në një masë shumë të madhe, në masën rreth 70%, to janë pyje që u përkasin komunave, domethënë janë pronësit komunave. Rreth 10% akoma janë pyje private, kurse një pjesë e vogël, 20% janë pyje të cilat janë shtetërore dhe që administrohen direkt nga ana jonë. Këto janë sidomos disa zona të mbrojtura në komunat e Cepos, edhe në fshatin Sotir te nga Dropulli i Sipërm, që janë pyje bredhash që nuk lejohet absolutisht të ndërhyet. Përsa i përket kompanive që operojnë me licencë, ne kemi vetëm një kompani në rrethin ton, e cila operon në një pyll privat. Në këto 10 ditët e para, domethënë, të punës, unë kam gjetur 5 çështje të mbajtura pezull, nuk e di për çfarë arsye, domethënë. Edhe ja kam dërguar direkt organeve kompetente, prokurorisë dhe që të pesta, domethënë. Thjesht edhe për arsye se është një veprim që duhet bërë, po edhe për arsye që t'ju tregohet edhe njerëzve që këtu nuk tolerohet, domethënë. Gjithashtu kemi me mjetet që kemi në dispozicion, kemi ndërmarrë 2 aksione për të kontrolluar këto vendet e shitjes lëndës drurit për druzjari. Gjithashtu kemi bërë edhe kontrole në komuna që në një nga këto kemi kapur një person dhe kemi proceduar në bashkëpunim me policinë. Tani, përsa e përket tyre mjeteve që ne disponojmë, unë kur erdha këtu gjeta një makinë të tipit Foristrada, që është në servis i prishur, 2 motora që i përdorin këta të policisë pyjore, të cilat janë që të dyja të prishura, aq më shumë që janë magazinuar në një nga ambientet tona. Masat që do të ndërmerren nga ana e drejtorisë pyjore do të kenë të bëjnë më tepër me evidentimin dhe më pas çorjen përpara drejtësisë për të gjithë ata të cilët do të shkelin ligjin. Nuk do të ketë tolerancë, është shprehur Diamanti në fund të bisedës. Sektori kundër narkotikëve në departamentin e policisë së qarkut Gjirokastër ka bërë të mundur kapjen e 25 kg marijuan. Shtetasi i cili transportonte lëndë narkotike ka përfituar nga shiu i dendur duke u larguar nga vendngjarja. Një operacion antidroge zhvilluar nga sektori kundër narkotikëve në departamentin e policisë qarkut Gjirokastër
ka bërë të mundur sekuestrimin e një çante shpine me rreth 25 kg marijuan. Në mesnatë një shtetas po transportonte nëpërmjet kodrave midis Lazaratit e Gjirokastrës një çantë të madhe shpine me marijuan. Si pasojë e shiut të rrëmbyeshëm, shtetasi nga Gjirokastra mundi të largohet, por është bërë i mundur identifikimi i tij nga ana e policisë. Në çantë u gjetën 10 pako me peshë 2.4 kg secila. Ndërkohë që një tjetër lajm vjen nga pika kufitare e kalimit të KKV-s, ku është prishur sistemi kompjuterik i cili ka bërë të mundur bllokimin e punës. Vijon prej orës 9 të paradites së sotme situata problematike në pikën kryesore doganore në kufi me Greqin, KKV-e. Shkak është bërë një defekt në serverin qendror të palës greke duke shkaktuar radhë të gjata në udhëtare makina në tokë neutrale dhe në anën e tokës helene. Sipas autoriteteve kufitare, shkak për krijimin e radhëve është bërë mos funksionimi i sistemit kompjuterik në palën greke. Problemi me internetin vijon që prej orës 9, ndërkohë që burimet shtojnë se po punohet për rikthimin e punës në normalitet. Kryeministri shqiptar Edi Rama pritet që të vizitojë së shpejti Serbinë, duke kryer kështu vizitën e parë të një rangu të tillë që nga koha e përfundimit të luftës së dytë botërore, por ende nuk është vendosur koha e saktë e kësaj vizite. Kryeministri shqiptar Edi Rama pritet që të vizitojë së shpejti Serbinë, duke kryer kështu vizitën e parë të një rangu të tillë që nga koha e përfundimit të luftës së dytë botërore. Ende nuk është vendosur koha e saktë e kësaj vizite, por nga ana e instrumenteve diplomatike të dy vendeve është rënë dakord për të zhvilluar këtë vizitë në Beograd në kohën më oportune. Ka qenë vetë shefi i diplomacisë shqiptare Ditmir Bushati, i cili ka bërë publik lajmin e një turi në Serbi të kreut të qeverisë. Kryeministri Edi Rama do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Serbi dhe do të nënshkruhet marrëveshja dypalshe për ekonominë. Kështu ju përgjigj ministri i jashtëm Ditmir Bushati pyetjes së një të riu serb në lidhje me marrëdhëniet që shteti shqiptar do të ndërtojë me shtetin e Serbisë. Më tej, ministri Bushati ka deklaruar se institucioni i Ministrisë së Jashtme ka si qëllim të intensifikojë marrëdhëniet dypalshe në dy sektorë, më së shumti në bujqësi, energjetik dhe në turizëm. Ministri Bushati u shpreh se kryeministri i qeverisë shqiptare për herë të parë pas 20 vitesh do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Serbi dhe do të takohet me homologun e tij serb, ku janë parashikuar nënshkrimi i disa marrëveshjeve ekonomike. Bashkëpunimi do të jetë në sektorin e transportit, turizmit dhe bujqësisë. Ne i qëndrojmë bashkëpunimit të ngushtë me Serbinë ashtu si me shtetet e tjera fqinje. Deklaratat ministri i jashtëm Bushati i ka bërë në seminarin Akademia Rajonale për Demokracinë, që u mbajt në Durrës. Ndërkaq burime në Ministrinë e Jashtme të Shqipërisë bëjnë të ditur se kjo vizitë po realizohet me anë të një ftese zyrtare që i është bërë Ramës për të vizituar Beogradin nga kreu i qeverisë serbe Ivica Dačić. Dhe mësohet se kanale diplomatike ndërkombëtare kanë ndërmjetësuar komunikimin ndërmjet dy kryeministrive. Më 14 tetor ka qenë vetë Dačić që ka bërë të ditur se Roma zyrtare është vënë në lëvizje që të ndërmjetësojë një vizitë e Edi Ramës në kryeqytetin serb. Kryeministri Rama ka shprehur dëshirën që ta vizitojë Serbinë dhe ne nuk kemi pranuar, ka thënë Dačić në intervistën dhënë agjencisë italiane të lajmeve ANSA në prag të seancës së përbashkët të qeverisë italiane dhe asaj serbe në Ancona. Dačić ka vlerësuar se Serbia në fushën e bashkëpunimit dhe pajtimit rajonal po bën përpjekje të mëdha dhe se ato kanë dhënë rezultate pozitive. Marrëdhëniet mes vendeve të rajonit nuk kanë qenë kurrë më të mira, ka thënë Dačić, duke kujtuar partneritetet e reja që Serbia e ka akorduar me Sloveninë, Kroacinë, Maqedoninë dhe Bosnjë e Hercegovinën. Kjo ka qenë vetëm ftesë publike që ka ardhur nga kreu i qeverisë së Beogradit, i cili prej kohësh zhvillon takime periodike me homologun e tij kosovar Hashim Thaçi, në kuadër të marrëveshjes së re Serbi-Kosovë, të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për të normalizuar përfundimisht situatën dhe për ta integruar edhe veriun e Kosovës në institucionet e Republikës së Kosovës. Kompanitë prodhuese dhe importuese të cigareve u kanë paraprirë ndryshimeve fiskale që do të bëhen nga qeveria, duke rënë dakord për një rritje të akcizës, por kërkojnë që kjo të bëhet në mënyrë graduale. Kompanitë prodhuese dhe importuese të cigareve u kanë paraprirë ndryshimeve fiskale që do të bëhen nga qeveria, duke rënë dakord për një rritje të akcizës, por kërkojnë që kjo të bëhet në mënyrë graduale. Në një letër drejtuar dy komisioneve parlamentare, atij të ekonomisë dhe atij të veprimtarisë prodhuese, grupi i shoqërive importuese të cigareve shpreh disa prej pretendimeve të këtij sektori. Rritja e menjëhershme e taksave për prodhuesit dhe importuesit e cigareve do të sjellë probleme me tregun dhe konsumatorët. Ne jemi kundër çdo iniciative ligjore e cila shkakton një rritje të menjëhershme të taksave, duke përfshirë akcizën, ndërsa mbështesim një rritje graduale dhe të planifikuar të saj. Ky plan duhet të shikojë dhe analizojë mundësitë e konsumatorëve për të shpenzuar me qëllim që të mos ketë një shkatërim të tregut dhe devijim të tij. Ne kërkojmë që të mbajmë një treg të qëndrueshëm duke minimizuar premisat favorizuese të tregët së palishme, thuhet në letër drejtuar komisioneve. Nga ana tjetër, ata theksojnë se si pal interesi, grupi i prodhuesve dhe importuesve të cigareve duhet të thirret në konsultime gjithëpërfshirëse për një vendimarrje sa më të drejtë.
Pak kohë më parë, ekspertët e Fondit Monetar Ndërkombëtar gjatë vizitës së fundit në Shqipëri i propozuan Ministrisë së Financave që të shihte mundësitë e rritjes së një sër taksave. Kjo u bë pas kryerjes së disa ushtrimeve ku me eficiente për rritjen e të ardhura rezultonin rritja e akcizës për duhanin dhe kafen. Duket se tashmë në ndryshimet e paketës fiskale që pritet të propozojë qeveria, dhe kjo ka ngjallur edhe reagimin e shoqërive importuese e prodhuese të cigareve. Pak kohë më parë në treg patën një lëvizje të çmimit të cigareve për disa firma, po kjo nuk ishte e njëkohshme për të gjitha kompanitë. Në atë kohë këto lëvizje ju faturuan tregëtarëve të shumicës, ndërkohë që për çdo ndryshim të përgjithshëm të çmimit të cigareve, kompanitë importuese dhe prodhuese janë të detyruara që të bëjnë paraprakisht lajmërime në media, në mënyrë që të informojnë konsumatorët. Do të vijojmë me informacionet nga bota dhe rajoni. Ndërkombëtarët kanë bërë thirrje për ndihmë urgjente për Filipinet, ku si pasojë e tajfunit Haiyan kanë gjetur vdekjen më shumë se 10.000 persona. Ndërkombëtarët kanë bërë thirrje për ndihmë urgjente për Filipinet, ku si pasojë e tajfunit Haiyan kanë gjetur vdekjen më shumë se 10.000 persona. Kombet e Bashkuara kanë deklaruar se rreth 9.5 milion njerëz janë prekur nga katastrofa e cila sipas OKB-s ka shkaktuar zhvendosje të mëdha të njerëzve dhe dëme shumë të mëdha. Shtetet e Bashkuara, Shtetet e Bashkimit Evropian, Australia dhe Kombet e Bashkuara janë ndër të parët që kanë publikuar projekte në ndihmë të banorëve në Filipine. Përfshin ushqime, batanie dhe tënda për 10 mijëra njerëz të lënë pas tre. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes ka dërguar rreth 90 marinsa, si dhe aeroplan për të ndihmuar në operacionet e kërkim shpëtimit. Tajfuni, një ndër më të fuqishmit të shënuar ndonjëherë në tokë, u shfaq të premten duke shkaktuar dëme të mëdha, si në njerëz ashtu dhe dëme materiale. Qeveria greke ka marrë votbesimin nga parlamenti me 135 votra kundër nga deputetët e Demokracisë së Re dhe PASOK-ut. U hodh poshtë mocioni i mosbesimit kundër qeverisë që kishte paraqitur partia Syriza. Qeveria greke ka marrë votbesimin në parlament me 135 vota kundër nga deputetët e Demokracisë së Re dhe PASOK-ut. U hodh poshtë mocioni i mosbesimit kundër qeverisë që kishte paraqitur partia Syriza nga 294 deputetë të pranishëm. Në favor të mocionit votuan 124 deputet, kundër 153 dhe 17 deputet abstenuan. Syriza, Grekët e Pavarur, Partia Komuniste Agimi Ard dhe deputetja e PASOK Theodora Zakri, si dhe disa deputet të pavarur votuan në favor të mocionit, ndërkohë e Majta Demokratike dhe 3 deputet të pavarur abstenuan. Pas votimit në parlament, koalicioni i kryeministrit Antoni Samaras përjashtoi deputeten Zakri nga partia, pasi kishte votuar pro rrëzimit të qeverisë. Para procesit të votimit, mijëra njerëz u mblodhën para ndërtesës së parlamentit në një protestë antiqeveritare përmes së cilës kërkuan rrëzimin e qeverisë aktuale. Opozita po mundohej të ndryshojë politikat e shkurtimeve buxhetore, të cilat qeveria aktuale po i implementon në këmbim të ndihmave financiare ndërkombëtare për të shpëtuar nga falimentimi. Të nderuar teleshikues, me informacionet nga bota kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Unë falenderoj për vëmendjen, ndërkohë që ju rikujtoj adresën tonë zyrtare alpomedia.com. Shikim të këndshëm të programeve në vijim. Bashkë miropafshim.